Lexim prej librit të profetit Ezekieli. Atëherë me ktheu të hyrja e tempullit dhe ja buronte uji për nën prangun e tempullit në lindje, sepse ballaniku i tempullit ishte në krahun e lindjes, kurse ujit rrilte nën krahun e djathtë të tempullit, në anën jugore të altarit. Atëherë me priu në derën e veriut e me priu rreth përjashta në dalin e jashtme që shikon në lindje dhe ja uji buronte në krahun e djathtë. Kur njeriu doli në drejtim të lindjes me litar në dorë, mati 1000 kute, me bëri të kaloj nëpër ujë, ujit me arriti deri në nyjet e këmbës. Prap mati 1000 kute, me bëri të kaloj ujit me arriti deri në gjumë. Mati edhe 1000 e me bëri të kaloj ujit me arriti deri në ijë. Mati edhe 1000 e u bë një përrua që s'mund të kaloja, sepse ujit u qua e duhej të kalohej natë. Ishte përrua që nuk mund të kalohej va. Atëherë më tha, apo she, biri i njeriut, dhe me ktheu në brigjet e përrojit. Po sa u ktheva, kur që në brigje, në të dy anët shumë lëndë, e me tha, ky ujë rrjedh nga krahinën e lindjes, zbret në Arab e derdhet në det, në ujë të kripur dhe e shëron ujit. Çdo gjë e gjallë që lëviz, kudo që arrijë burimi, do të jetojë, do të ketë shumë peshq, sepse kudo që arrin ky ujë, gjithçka përtrihet në jetë e shërohet, kudo kalon ky përrua. Përmbi përrua në të dy anët, në brigjet e errëtia, do të rritet çdo lloj peme, gjethet s'do të bien e frutat nuk do t'u mungojë, çdo muaj do të japin fruta të reja, sepse uji vjen nga Shënjtëroria. Fruta do të jepet jenë për ushqim e gjellë do të përdoren për barna. Gjethet do të përdoren për barna.